الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تنروار جماعت jemi në vazhdën e haditheve të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, të cilat I ka grumbulluar Imam Buhariu në librin e tij Al-Adabul Mufrad. Në kapitujt e lutjeve Imam Buhariu erdhi deri tek lutjet që të cilat duhet t'i bën besimtari kur ka ndonjë ndryshim në natyrë, në univers, si shiu I madh, erë madhe, vape madhe, bubullim, vetëtim, e kështu me radhë për fenomeneve të Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj na lidhi pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam me çdo fenomen që ndodh, na lidhi me Zotin e Madh Gjelle Gjelalu. Çdo sen që ndodh na tha lutuni. Ta dini se kjo vjen prej Allahut. Kjo është prej kudretit Allahut. Çdo sen është në urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe sahabët e tij, të cilët I trashëgonin mësimin nga pejgamberi jon alayhi salatu wassalam, gjatë këtyre fenomeneve, ata gjithçka e lidhnin me Allahun subhanahu wa taala. Andaj I pam dobi dhe mësimet të cilat I kanë nxjerrë dietarët për lutjet e pejgamberit alayhi salatu wassalam gjatë lutjeve kur fryn era. Po cilat janë mësimet kur bubullon edhe veton? Çka mësojmë nga kjo të nderuar xhamat? Pejgamberi alayhi salatu wassalam bën të dua: Allahumma la taqtulna bi sa'qik wa la tuhlikna bi 'adhabik wa 'afina qabla dhalik. Thonte o Allah, mos na dono me bubullimin tane, me vetëtimin tane, mos na shkatro me azapin tan dhe jep na shëndet dhe fal na o Zot neve para së gjithash. Pastaj Ibn Abbas radhiyallahu an, kur vetëtonte apo bubullonte, çka bonte? Thonte subhanalladhi sabahta lah. Thonte I pastër është Allahu Gjelle Gjelalu, të cilin ti po e madhron. Kjo vetëtim atë po e madhron, kjo bubullim atë po e madhron. Abdullah ibn Zubairi radhiyallahu an, shoku I pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe kur kallzonte hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, pra ligjëronte duke u mësuar njerëzve fen. E nëse ndodhte me bubullue apo me vetëtue, ndalte hadithin, e mshelte librin dhe çka thonte? E lexonte ajetin e Allahut subhanahu wa taala: Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Bubullima e madhnon Zotin e vet Gjelle Gjelalu dhe melekt e Zotit tutën për Allahu Gjelle Gjelalu. Këtë të mësimit të ndërum xhamat, çka duhet na me mësu për kësajna? E para, çka të shifësh, këtë është një ibadet ndaj Zotit. Dielli dhe hana dhe këtë krijimi I Zotit dhe çka ka krijes është një adhurim ndaj Zotit. I bani ibadet Allahut. Edhe vetëtima, edhe bubullima, edhe shiu, edhe dielli, edhe hana, edhe gjithë shka I ban ibadet Allahut subhanahu wa taala. Përveç kujna? Përveç disa rebelve nga insanët dhe e gjinët. Veç të diloj krijesave prej tyre ka që nuk I bindën. Dhe shpesh herë dhe na që I bindemi në tërsi, pastaj në detal ka mundësi nuk I bindemi. Cili për neve nuk ban mëkat? Cili për neve nuk ban gjuna? Çdo gjuna është mos bindje ndaj Zotit. Çdo gjuna është kundërshtim ndaj Zotit te bareke ve teala, edhe pse jo çdo gjuna që të pifeje, edhe të bën rebel, ama në çat dos ti nuk I ke ushtruar Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye ta mësojmë nga kjo të ndërum xhamat, se gjithçka është në ibadet në Allah. Edhe kjo vapa që na tash po e shijojna, edhe ky nxat që na po e shijojna, ky dielli me urdhët të Allahut punon. S'kena ku drejt me nalna.
Me çka e nal njeri? Po ti hindër klima, prapa i nxej atje. Që ta kuptojnë ana se gjithçka është në kudretin e Allahut subhanahu wa taala. Gjithçka adhuron Allahun xhel xhelalu. Andaj te Allahu yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Edhe vetëtima dhe bubullima Zotin e madhron. Andaj dhe Ibn Abbas radhiyallahu an, i madh është ai Zot, i madh është Allahu xhel xhelalu, të cilin ti o i bubullim atje të madhrua. Ka në madhron bubullima, ka në madhron vetëtima. Kujna tutët për Rabbul Aleminit. Po i arsye ta mësojmë të ndërum xhamat. E para, gjithçka është në adhurim ndaj Zotit xhel xhelalu. 2. Mos të garantohemi pi dënimit të Zotit. Jemi të jetu sikur s'ka llogari. Jemi të jetu sikur gjithçka është në rregull, sikur jena në më të mirë të botës, sikur na jena qendra e vëmendjes, na mojna boshtin toksor. Jo të ndërum xhamat, na jena rob të Zotit. Na jena rob të Zotit, nesër mos me kanë kur gjë s'bëhet. Komplet na çtu mos me kanë kur gjë s'bëhet. Një popull të tërë Zoti e ka shkatruar dhe popull të ndryshëm ka shkatruar dhe kur gjë s'u ka bëhe. Madje Allahu masi ka shkatruar, na ka zbrit neve Kur'an dhe na ka thënë, a janë në zonin? A janë në zonin dikujna? A shati njeri kur vdes nuk i njeh zonin? Jam shir Zoti gojën. Ka mundsi e ka torturuar një familje, jam shir Zoti gojën, ta u krimo. Ushim gjithçka jotja. Të ndërum xhamat, le të na frikson pak kjo. Kena me dalë përpara Zotit. Këto fenomene, ki nxat që na po e bojmë mohabet këtë, shumë nxat o gjë, shumë nxat, po këtë kena këtë nxat. Po ki nxat nuk ka besim nxat i xhenemit. Vallahi ma nxat atje. Zoti na ruaj nga xhenemi ya rabbal alamin. Pra le të na e kujton në çdo fenomen i Zotit neve Allahu subhanahu wa taala, ta përmendim më shumë, largoje nxatit me dhikr. Largoje nxatën me madhrim ndaj Zotit te bareke ve teala. Çdo sa le ta kujtoj Allahu subhanahu wa taala, tjetra të ndërum xhamat. Le ta kujtojmë se edhe afër është ahireti. Afër ahireti. Ka thënë Mujahidi rahimahullahu taala, e ka afru Zoti i madh ahiretin derisa e ka bon nesër. E ka bon nesër. Allahu në surën Al-Hashr si drejtohet insanit, si drejtohet besimtarve, tut juni Allahu për nesër. Tut juni për Allahu për nesër. Kur ti vdes, nesër ahireti jot. Nëse vdes sot, nesër ahireti jot. A ka dikush në dunia, komplet botën, për ditë që s'des dikush? Po. Pra çdo ditë dikujt i vjen ahireti. Çdo ditë dikujt i vjen ahireti, një ditë për ditëve edhe neve. Numër nditarje të ndërum xhamat. Numër nditarje. Nëse s'kan vetë sot me nota, nesër kanë me vetë. S'kan vetë edhe nesër, mas nesër kanë me vetë. Po një ditë kanë me vetë. Po një ditë, për ditë nashta ka rozilja e kipshtue. Po një ditë s'ka me rozilja, oj ndërum. Një ditë s'ka me rozilja dhe kemu kapë dhe ti. Këtë ato që kanë vdekë në këtë xhami se kena përcjell. Një ditë s'ka me rozilja ka me thonë, hajde tash ti. E lusmi Zotin Allahu që Allah me rahmet na trajton, ja rabbel alamin. Po para kësaj na ta trajtojnë na vetë pak me rahmet. Ta këshirmi hakin ton ndaj Zotit. Ku jemi na me hakin ton ndaj Zotit? Jemi vërsul, jemi lshu mas së bote, sikur s'ka përfundim gjithçka. Shohim njëri tu dek, vazhdojmë sikur kur gjë hiç. Lexojmë lajme, djali ka vrarë babën. Vazhdojmë çajin sikur gjë hiç. O të ndërum, djali babën e ka vrarë. Djali babën e ka vrarë. Kjo kiamet, çka do me bë më shumë mo? Çka do të më bëte na, çka do të më ndodh neve që më nal me thon, "Ej, kjo tepër ove, nalu pak, ej. Nalu o ju njerëz, nalu kjo tepër mo. Kush me kanë do të më vrarë mo?" Babën e ka vrarë djali. Djali i vet. Runa Zot. Allah i rujt evlatët tonë, ja rabbal alamin. Allah i na i rujt mend. Allah i na i rujt imanin. Allah i na i rujt islamin. Allah i na i rujt gjithë shka që neve në arunë si njerës. Shikot sa ka degradu njeri. Dhe nga ana tjetër, emisione, dokumentare, islami problem. Prap islami problem. Ky islami cili nuk le nanës e babës of, mi thanë, prap islami problem. E pse islami problem? Pse islami problem? Pra, shejtanët e gjine bashkë me shejtanët njerës dojnë me degradu njeri ndër këtë nivel. Qëfar? Që të mos t'i mbetet kur gjopi njerëzillëkit. Le të bëhet normal. Ti nesër, mas nesër e vrat një djalë tjetër babën e vetë, pa e pa të vrat një tjetër. Një tjetër bëhet normal. Sikur që zhveshja u ka bëhet normal. Ca pi duke dikuj diçka? A pi duke dikuj zhveshja jashtë normale dikuj diçka? Ja, puna vetë ato që kena më. Ama kur po na mlon uji, s'po hoq veç puna aty në më katarve, ketër me vetë puna merr.
Për këtë arsye kanë bërë dua të parë të muslimanëve. Janë tu të parë të muslimanëve për Zotin Madh Xhelel Xhelalu. E kam shel hadithin. Bubullim, vetim. Kjo do të më na kujtu Allahu subhanahu wa taala. Andaj këto fenomene, jashtë këtyre fenomeneve të vrasjeve që këto janë të merr mbi të merr, tragjedi mbi tragjedi, në thojza. Le t'i kthejmë Allahu subhanahu wa taala. Ta dim se i vetmi shpëtim është Allahu xhelel xhelalu. I vetmi shpëtim është libri i Allahu subhanahu wa taala. E vetmi rrugë që na nxjerr nga kjo katrahur, nga kjo parregullsi është mësimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu të na ruaj azapit atina. Lusim Allahun që Allahu mos na dënon me dënimet e tina. Lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu ta ruan shoqërinë e muslimanëve nga çdo degradim, nga çdo devijim, nga çdo lajthitje, nga çdo çoroditje. Lusim Zotin e Madh që Allahu t'i mbush zemrat tona me iman, t'i mbush zemrat tona me islam, ti ban trupat e tonë të nështruar ndaj Zotit Madh te bareke ve teala. E lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu që Allahu subhanahu wa taala muslimanët kudo që janë në botë Allahu të ndihmon. Fukarat, skamnorët, nevojtarët, bonjakët, jetimat, të vejat, të gjithë Allahu t'i jap nga rahmeti vet, edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم رحماك بنا ورحماك بالمسلمين اللهم أصلحنا وأصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة